Ibn Ebu Hatimi transmeton se Salamatu ibn Kuhejli ka thënë: Aliu e dha sadaka unazën e tij kur ishte në ruku dhe në këtë moment zbriti ajeti: Udhëheqësi kujdestari juaj është Allahu i dërguari i tij. Siç e tham, transmetimet për këtë çështje janë të shumta. Ajo që vihet re është se Ibn Hajar el Askalani ka përcjell transmetimet e Zamakhshariut, Ibn Hatemit dhe Ibn Merdujës dhe nuk e ka hedhur poshtë zinxhirin e transmetimit të tyre, edhe pse ka përcjell disa të tjera dhe ka hedhur poshtë zinxhirin e transmetimit të tyre, senedin e tyre. Kjo tregon se ai e pranon këtë që u përmend, sido që t'jetë çështja. Lajmi i dhënies së unazës për sadaka nga ana e Imam Aliut kur ishte në ruku është transmetuar në rrugë të ndryshme dhe ato forcojnë njëra tjetrën. Suyutiu në librin e tij Lubabun Ukul thotë: Të gjitha këto transmetime janë përforcuese për njëra tjetrën, kështu që ndodhi është e vërtetë dhe ajeti ka zbritur për Ali ibn Abi Talibin, paqja qoftë mbi të. Hasan ibn Thabit në lidhje me këtë kuptim kompozoi: O Ebul Hasan, flijoj për ty veten dhe jetën time. E çdoj ngadalt në udhëzime i shpejt. A mund të shkoj dëm lavdrimi im dhe i të dashuruarve? Lavdrimi në krahët e Zotit nuk humbet. Ti ai që dhe, duke qenë në ruku, i përulur në namaz, u flijofshin për ty shpirtrat e popullit, o i përuluri më i mirë. Për ty Allahu zbriti prijesin më të mirë dhe sqaroi atë në ligjet e patundshme.